Përshëndetje të dashur shikues, ja tek ritakohemi sërish në emisionin Ftesë në studio, ku diskutojmë tema nga më të ndryshmet, nga ato sociale deri tek ato kulturore dhe artistike, dhe sidomos kur flitet për kulturë dhe art, ne gjithmonë me shumë kënaqësi i presim këto tema, kryesisht kur bëhet fjalë edhe për shfaqje apo evente të ndryshme, të cilat në fakt kanë zënë syrin edhe të ndërkombëtarëve që janë vlerësuar edhe nga vendet jashtë vendit tonë. Pikërisht bëhet fjalë për shfaqjen të Verbrit që vjen nga Teatri Nacional Turk në Shkup, që së fundmi, në fakt që është në regjinë e Qendrim Rianit, që mos harrojmë edhe ta përmendim sigurisht, që së fundmi ka qenë pjesë e festivalit të teatrit Mitem në Budapest të Hungarisë, në një festival që është një nga festivalet më prestigjioze dhe më të mëdha në botë për sa i përket teatrit, dhe gjithashtu kjo shfaqje është shfaqur krahas shfaqjeve të ndryshme, të cilat vinë nga vende të ndryshme siç janë Franca, Japonia, Greqia, Izraeli, Turqia, por edhe shumë vende të tjera. Për të folur për atë se si arriti kjo shfaqje deri tek ky festival dhe si është prit në fakt edhe nga publiku ndërkombëtar atje, unë në studio kam Osman Ali, i cili është drejtori i Teatrit Nacional Turk në Shkup, dhe gjithashtu edhe Hakan Daci, i cili është aktor, gjithashtu edhe aktori i shfaqjes. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë gjatë. Si ndjeni njëherë t'ju pyes, faleminderit shumë që pranuat ftesën. Faleminderit shumë për ftesën dhe jemi shumë me emocione. Duket se diktohet se jemi shumë me emocione, por faleminderit shumë, jemi shumë kënaqur që jemi në mesin. Faleminderit shumë edhe që erdhët për të folur pak edhe për shfaqjen, në fakt që ka marrë pjesë në festivalin, një nga festivalet më prestigjioze të teatrit në botë. T'ju pyes pak si shkoi, sepse në 30 prill me sa di është shfaqur kjo shfaqje të Verbrit në regjinë e Qendrim Rianit, dhe si shkoi, më tregoni, dhe si arriti në fakt edhe ftesa për të bërë pjesë e këtij festivali? Si shkoi, shumë mirë shkoi, shumë bukur shkoi. Jemi shumë të kënaqur, jemi shumë krenar që ne patëm të marrim pjesë në festivalin shumë që është e famshëm në botë, dhe ku morëm pjesë edhe regjisorët shumë të famshëm, si Purkarete, si Torzopoulos, si Rimasi, gjithashtu edhe si Qendrim Riani, dhe të jesh në programin e festivalit Mitem është një kënaqësi edhe një krenari shumë e madhe për ne. Qysh arritëm të shkojmë atje është komunikim mes Mitemit, festivalit artistik komisioni, dhe e kemi një shans shumë të mirë për ne, që ka profesori unë në Fakultetin e Dramës Shkup, profesori Natilla Klinçe, që është në komisionin e Mitemit, edhe me përkrahjet ati, edhe normal, me diskutime, me kontaktet të drejtorëve të festivalit, na pranuan që të jemi mysafir me shfaqjen të Verbrit, edhe jemi shumë të kënaqur, jemi krenar, shumë jemi... Sigurisht. Çka do të thotë kjo edhe për teatrin turk në përgjithësi? Për teatrin turk është një kështu, ne kemi pas jemi kanë në festivalet të tjera, me shfaqje të tjera, por për ne ka një kënaqësi e madhe, sepse një kohë të gjatë s'kemi pas mundësit që të thëmë në për festivale, se për si cilën shfaqje, edhe për aktorët po edhe për teatrin, duhet të planifikosh që të shkosh në festivale, si në sport, si në futbol, që planifikon të mërish, të arish në ato vendet ku duhet që për ligat e qampionve, por edhe ne kemi planifiku që t'jemi në për festivale, por s'kemi pas mundësi, por që një 3-4 ftesa që i morëm prej festivaleve, di i realizum, që di edhe i kemi, për është kënaqësi edhe është, si me thonë, diçka pozitive edhe për teatrin. Pozitive edhe për teatrin, edhe për aktorët e tanë. Edhe për shfaqjen. Që janë shumë krenar që morëm pjesë atje, në mesin e Evropës, mund me thonë, një teatr që ka shumë e mrekullueshme, publikën shumë të mire kanë,
ashton. Si e pritën edhe aktorët, trupa teatrale dhe ti Hakan mund të tregosh pak, si e pritët këtë lajm për të marrë pjesë në këtë festival kaq të rëndësishëm? Ishte, si ta them, ishte diçka shumë natyrale për mua. Teatri Turk është një institucion që është 75 vite aktuale që shkon në për kësi festivale. Nuk ishte diçka që ishte surprize madhe për ne, por si aktor, si një artist, ishte një mundësi madhe për mu të mund të shfaqi atë profesionin dhe punën tënde. Po, në festival aq të madhe. Ku marrin pjesë edhe, po, si që thatë regjisor të mdhej, aktor të tjerë të Evropës. Çfarë mund të flasim pak për shfaqjen? Çfarë është, le të themi, qëllimi, ideja e shfaqjes, për çfarë flet në fakt shfaqja? Mund të them se kategoria e parë mund të mbarim sikur me shpërnda multikulturalizmin, si që jemi këtu në Maqedoni në Veriut, por edhe Teatri Turk është me një farë mënyrë një institucion multietnike, sepse kemi punësuar që mundet edhe asi të Osmani, Shqiptar, Turqeli, Macedonas, edhe të tilla, normal, edhe kretë esenca e shfaqjes ishte të mund ta kallëzojmë në një farë mënyre se na mund të jetojmë edhe të kanë multietnik. Edhe gjithashtu si që institucioni që është një shfaqje të kombinime me 3 vepra, është i Amin Malufit. Identitete vrastare, po. Është i normal të vërbërit i Morris Metellingit dhe kemi çështje individuale tregojmë atje, gjithashtu që kemi qenë të prezent, apo ne jemi konë të të pranishëm edhe në rolin, mendon, apo nga vetja juaj? Keni dhënë diçka edhe nga vetja juaj, përveç veprave që janë marrë? Të vërteta. Kur jemi konën të diskriminuar pozitive apo negative, apo jemi konën prezent kur ka ndodhur një farë diskriminimi. Diçka që është përjetuar edhe nga ju, në fakt. Shumë e vërtet. Ne do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe sigurisht do të vazhdojmë pak edhe më shumë detaje për të folur pak edhe se si u prit nga publiku atje kjo shfaqje. Do të shkëputemi për një hapësirë dhe rikthehemi në studio. Jemi rikthyer sërish në studio për të vazhduar bisedën me Osmanin dhe Hakanin, me të cilët flasim për shfaqjen të Verbrit, e cila u shfaq në Teatrin Mitem në Budapest të Hungarisë. T'ju pyes pak si u prit nga publiku ndërkombëtar, nga publiku evropian, le të themi, apo edhe të tjerë, në fakt, sepse s'kishte vetëm evropian aty. Si u prit shfaqja? Shfaqja u prit shumë në mënyrë të bukur, pat shumë interes, dhe reagime shumë në vend, çka i kemi planifiku, regjisori jonë Qëndër Mirjani, që mendoj e ka bërë regjin që të ketë reagime, edhe jemi kanë shumë të kënaqë se ka pas reagime bashkë në ato momente që i kemi prit të kemi. Po edhe masi më mbaroj shfaqja, edhe pat edhe preskonferencë, në preskonferencën e pam që është reagimi edhe interesi është në mënyrën e mirë, e bukur. Mendoj se kam pas kënaqësi të na shikojnë neve edhe teatrin tonë, gjithashtu edhe aktorët. Mendoj se edhe për aktorët e tonë a kanë një si e thojnë, një kënaqësi, po, për ata, ama për publikun, mendoj se kemi kalu shumë bukur. Ka pasur, besoj, reagime pozitive, apo Hakan, si e ndjeve ti se, mendoj që aktorët e kam pak këtë që në fund, sigurisht e ndjenat lirohen nga roli në fakt që e kanë, në fund kur duar trokitet edhe kur publiku në fakt e vlerëson kritat shfaqen që e keni bërë, apo? Po, patëm me të vërtet ishte publika e mbushur me emocione dhe patëm reagime pozitive, po dua ta shpreh se shfaqja të Verbrit është një shfaqje shumë interesant, sepse reflekton ndryshet e publika ndryshe. Për shembull, do të jap një shembull, para dikon 8 prill, 9 prill, ishim në Bursa, gjithashtu në festival, edhe
atje u trajtu shfaqet si një shfaqe shumë tragjike. Te na, kur e luajmë këtë shfaqen, ka dhe një herë që trajtohet si që shfaqe komedie, sepse njerëzit mund të bajnë me një farë mënyre të afron aq shumë, edhe të shofin vetën në vendin tonë si aktor, edhe të jenë, edhe unë e kum kalu këta, edhe të qeshen, por edhe të festivali Mitem, gjithashtu patëm një farë reagim ma ndryshme, njerëzit ishin pak ma serios, edhe u afruan të këtë storja që e treguam na, me seriozitet të thellë, edhe pak mendoj që kishim problem të kuptojnë se a në vërtet mundet kjo të ndodh, edhe a në vërtet ka kështu diçka ndodh në jetën reale, në dikund. Po, interesant në fakt, se mirë që e ceke që e the edhe këtë pjesë, sepse tek ne po mund të miret një dram në fakt, apo a është dram më shumë? Mund të themi që është dram, tek ne miret si komedi, sepse po, ne e kemi përjetuar, ndërsa atyre në Evropë, apo në Turqi, si që thatë edhe ju, mund t'ju vi diçka shumë interesante, se, okej, kjo është vetëm shfaqe, por që nuk është diçka që ndodh në të vërtetë, por që tek ne e gjejmë veten aty. Më tregoni pak se pse qëndrimin se kemi këtu, edhe pse e përshëndesim shumë nga këtu, si është të punosh edhe ti si drejtor i teatrit, si është të punosh me qëndrimin, por më pas do flasësh edhe ti Hakan paka shumë për si është qëndrimi si regjisor. Unë kisha pas dëshirë që të bashkëpunoj me qëndrimin si drejtor, edhe mu plotësoj dëshira, por nga ana tjetër e kum humb një bashkëpunim si aktor edhe regjisor, sepse si aktor unë i pëlqej shfaqjet e qëndrimit, edhe kisha pas dëshirë që t'jem në këtë projekt, por mendohem në herën e parë kur bisedum me qëndrimin, mendoshme se qysh du t'a bëjmë në këtë shfaqe, sepse i kishme një budget shumë katastrofale. Edhe thamë kjo dhe t'jetë një challenge për ne, që dhe t'a shofim a mund d'ja dalim në fund, por mundëm, ja arritëm atje, edhe ishte jo se dua t'a livdoj, ose t'a lavdroj, si thuhet qëndrimin, po pika e parë, Qëndrim Riani është një njeri shumë i mirë, është profesor, edhe është shok e vëlla për ne, edhe normal, to na vinë ato punë të tjera shka nevojitën neve, edhe unë si drejtor s'kam pas kur një farë, se thënë, dilem, ose a mund t'ja dalim në fund, a du t'a kemi shfaqen shumë të mirë, po e kum ditë se do t'a kemi një shfaqe shumë të bukur, edhe i arritëm asaj, si proces kemi kalu shumë mirë, shumë rahat, s'kemi pas probleme, kemi kalu pak, që shthojnë pak ma let, ama jo në varët prej regjisorit Qëndrim Rianit, po. Po, sigurisht edhe prej pjesës e ekipit, por që shumë mirë e the që... Edhe pjesës e ekipës, ama se pjesë e ekipës, tjetër është kur vjen një mysafir regjisor, mund të ketë barierë, mund të ketë një gardë, Qëndrimi se ka pas ata, edhe s'ka leju që aktorët ka shku shumë mirë, shumë bukur. Normal, kemi pas probleme, sepse ne e ndajmë skenën me teatrin e komedisë, edhe atje kemi pas pak probleme i jashtë shfaqës, ama më duket që edhe ajo me kohë nga dalë u sosa dhe e kaluan po u regullu. Dhe në fund doli një produkt mjafti mirë, sepse tha që keni pas buxhet të vogël, por që si shduket, kur është vullneti, kur këmbgul dikush, në fakt mund të arrijet diçka që e dëshiron. Edhe ajo shumë reflekton nëse regjisori është pozitiv për ata, që ka momente, nuk është hera e parë që ka buxhet të ullët, po ndo njëherë regjisorët din të thojnë unë s'pata para, s'pata buxhet dhe... E lënë në gjysëm ose nuk e fillojnë? Jo në gjysëm, por nuk mundohet që ta... Të dalë diçka e bukur. Po, ta kryoja ata që ka duhet me kryu, ama me qëndrimin se kemi ba asë mohabetin e buxhetit, vetëm se një herë, në herën e parë, edhe s'kemi pas kërë në farë probleme, edhe mendoj se kaloj shumë mirë, shumë bukur. Dëshira për të sjellë një shfaqje të bukur ka qenë
I ka kaluar base ato problemet që kanë qenë problemet financiare apo buxhetin. Kemi dëshirë që të bashkëpunojmë përsëri me qendrimin edhe duhet të punojmë me qendrimin me buxhet më të madh. Shpresojmë që do sillni sigurisht edhe një produkt tjetër, një shfaqje tjetër që do të jetë po aq e suksesshme. Hakan, për ty si ka qenë bashkëpunimi me qendrimin? A është i rrept kur bëhet fjalë për shfaqjet? Është kur duhet. Duhet është. Për qendrimin mund të them se jam befasuar në mënyrë shumë pozitive. Nuk e njihja para se të punoja me ne, nuk e njihja personalisht, por i kom pa shfaqet edhe ti. Si që të thash më herët, unë personalisht edhe disa aktorë në shfaqe e luajmë të Vërbërin me sytë e hapur. Dhe ishte një challenge, si që është fjalla, challenge? Challenge, të jetë challenge. Se aq kemi fillu të folim edhe anglisht edhe nisa që s'na kujtohen fjallën sfid. Ishte sfide madhe të mos t'i përdori ata refleksat e mia që i kam si një njeri që shoh, por kishim aq shumë etyda me qëndrimin, edhe aq ishin korekte, sa që pas një kohë vetëm ishte mo një farë të them aktrimi në skenë shumë natyrale për ne. Edhe mendoj që këtu vjen ai momenti që më befasoj me qëndrimin që ai në thonte prej në fillim se nëse e bëni këta që ju them, nuk do të kemi problem. Edhe me të vërtet, kur edhe koha të kemi në premierën, krejt ishim më pjesa e asaj shfaqjes, edhe me një farë mënyre metaforike ishim të Vërbërit. Mendoj që atributa më e madhe e qëndrimit është se ata që e thot me vetbesim edhe e çon deri në fund, edhe ajo besoj që edhe Osmani mund të reflekton me këta, nëse ka regjisor që nuk din deri në fund çka don, nuk ka vetbesim në ata çka don, është gjithë problem për krejt ansamblin, por edhe për ekipën artistik, kështu që qëndrimit e përshëndes. Shumë e vërtet, sepse po, në të vërtet po, reflekton edhe tek të tjerët, sepse vetbesimin që ai e ka, ju a përcjell sigurisht edhe ju, dhe ju e keni më lehtë pastaj edhe për të hyrë në rol. Ti e përmende që ka qenë një sfidë për të luajtur, sigurisht, sepse është një rol jo i lehtë. Por ka pas, besoj që po, ka pas edhe momente ku ti je emocionuar, besoj gjatë shfaqjes, apo? Po, si që me një farë mënyre të hysh në lëkurën e një njeri që nuk është me të vërtet, edhe na, si gjatë procesit, kishim edhe momente që këshirshim edhe hulumtojshim më shumë për njerëzit që janë të Vërbër. Dhe është me të vërtet një moment shumë i rëndë për ta pranuar si një personazh, jo si një aktor, prandaj për mundur të implementoj ata në jetën time, sepse unë dua të jetoj me ata, me atë fakt që dua të jem i Vërbër për disa dite apo muaja të jetës time, është me të vërtet diçka që më prek edhe më emocionon, edhe jo vetëm mua, këtë ansamblin, gjithashtu edhe qëndrimin, po edhe këtë ekipën teknik. Sigurisht. Që është mbas, që fakt janë ato që e mbajnë teatrin, edhe ato ishin mbrenda asajnat, të na shiku se si na jene të arritën ata, të na pa me krejt emocionet e tona. Shumë e vërtet. Si është atmosfera në teatrin turk edhe ndërmjet aktorëve, jo vetëm me qëndrimin në këtë rast që është regjisori, por edhe ndërmjet aktorëve, sepse është shumë e rëndësishme që të ketë një atmosferë, një bashkëpunim mjaft mirë, besoj, për sa i përket edhe shfaqjeve të ndryshme, jo vetëm në këtë shfaqje, por në përgjithësi. Ne jemi si ensemble, si teatr, jemi 41, më falë, 21. Ska gjë edhe 40 përdojnë. Edhe 41, po. Dhe kemi aktor, kemi edhe ato tjerë që ka nevojitën për si teknik, si dekor, si. Por ne jemi një ensemble që ka jemi të veçantë. Pse jemi të veçantë? Ne jemi të veçantë sepse ne jemi Teatri Nacional Turk, jashtë shtetit Turqis, që ka flitet në gjuhën turke. Por jemi Teatri Nacional, nuk jemi amater ose diçka tjetër, edhe kjo është 75 vite me radhë vazhdon të ne, edhe si teatri veçantë
si krenohemi, ashtu edhe kemi një përgjithësi të rëndë, që ka pa tjetër duhet t'ja dalim në fund t'i përballojmë të gjithë problemet që ka i kemi. Ata mundemi vetëm me bë me ekip shumë të mirë edhe me shok shumë të afër atje që ka jemi, e njemi si një familje, mendoj se edhe për teatrin edhe për institucionin e vetë flet për këtë fjalë familje, por ashtu duhet jetë në fakt. Duhet jetë, por unë me kënaqësi mund të them se ne jemi familje, kemi probleme, jo që s'kemi probleme, kemi probleme, edhe ato problemet neve na mbajnë të jemi ma afër njëri tjetrit, por mendoj se misionin që ka e kemi, duhet ta vazhdojmë edhe 75 vite ma shumë. Ashtu e vërtet është. Të flasim pak edhe për aktivitetet të tjera të teatrit turk, sepse sigurisht folëm për shfaqjen, ka qenë një sukses mjaft i madh dhe shfaqja vazhdon ende për të gjithë shikuesit tek teatri turk. Besoj nxjerrni në rrjetet sociale, mund t'i shohin njerëzit se ku do vinë shfaqjen dhe unë shpresoj shumë që të kem mundësi të vi ta shoh edhe unë. Të flasim pak edhe për aktivitetet tjera të teatrit turk, cilat kanë qenë aktivitetet më të rëndësishme që janë bërë deri më tani, por besoj kemi edhe pothuajse një vit të tërë përpara për aktivitete. Në vitin 2025 ne si i thojmë, i sollëm, me 75 vite festojmë. 75 vite, edhe ky vit është për ne pak si më e veçantë. Jubilej, edhe në këtë vit ne kur bisedojshme me Akanën edhe me shokët të tjerë në teatrin tonë aktorët, thoshme që s'duhet të kete një shfaqje të jetë për vitin 75, ose e thamë që duhet këta me marë prej janart, po derin në fin të butit, që t'jetë një jubilej për në tanë vitin. Edhe si programi kemi 4 shfaqe, ku prej 4-ve, kretë 4-ve janë të rëndësishme për ne, që duhet të kemi një program shumë të mirë, sepse kemi arrit me një nivel shumë të mirë për sëri, me shfaqen e Qëndrimrianit, edhe prandaj ne duhet të vazhdojmë prej atje më të naltë, por kemi edhe do tjera bisedime që kemi edhe, mendojmë të kemi edhe një festival që ka është ëndra e dramës turke, sepse vetëm drama turke nuk e ka një festival internacional, që ka mund të ftojmë edhe të tjerët, si teatrët e Turqis, si teatrët e shteteve të Turqis, po edhe ashtu si të Evropës edhe të Macedonisë. Ama jo është një ëndër që ka mundemi ta solim deri në një nivel, edhe mendoj se do t'ja arrim atje, edhe do t'i thojmë po, teatri turke ka një festival, edhe me këtë festival ne do t'a vazhdojmë sa t'jete gjallë teatri 75 vjetë, edhe 75 vjetë, edhe qa që t'jetje edhe festivali t'a kjete jetën e gjatë. Do të filloni përgatitet për festivalin tash? Nuk do të ketë këtë vit festival, apo mendohet këtë vit në fakt të jetë? Mendohet këtë vit, por nuk është aq lehtë, sepse pak parë që thash fjalën për buxhetin, për shfaqjen e qëndrimit. Shumë e rëndësishme është me pas buxhet të mirë që me ftu teatra të mirë, por ajo më varet pak edhe nga ne, nga sponsorat, që do t'i gjejmë, që do t'i përballojmë këto probleme, por më duket se për vitin 2026 do t'jemi pak më kompakt edhe do t'a kemi edhe atë festivalin. Shpresojmë shumë pse jo. Duke qenë se përmendë, sigurisht u përmendën këto buxhetet, sa është mbështetja në përgjithësi edhe nga institucionet shtetërore për teatrin turk?
Për shfaqen? Në përgjithësi për teatrin, çfarë bëhet edhe për shfaqje të ndryshme, edhe për aktivitetet që bën teatri, a ka mbështetje për institucioneve edhe për bizneseve private, sepse sigurisht duhet mbështetje edhe nga institucionet edhe. Po, ne sepse se kemi objekti i yni në Kënsht, edhe jemi me teatrin e komedisë Maqedonëve, edhe e ndajmë skenën me ata, dhe sidomos ato janë si të shtëpisë, e ne jemi si mysafir atje, se pranojmë ne ata që jemi si mysafir, sepse edhe ne Ministria e Kulturës na ka dërgu atje, por kemi pak probleme me arsye ata se ata kanë edhe teatri i komedisë është një teatr që janë shumë aktiv, edhe kanë shumë shfaqje, edhe kanë shumë publik, por edhe ne mundohemi të mrim deri me një vend, por në Kënsht nuk e kemi planin, po thënë që i kemi ditat e hanat, martat, mërkurat tona, që edhe publiku jonë e dinte se ka shfaqe në ato ditë dhe ata e planifikon. Ne jemi në atë që të thëmë si pas atyre, ata kur s'kanë ne mundemi të vendosme shfaqet e tona. Për atë arsye edhe normalisht edhe ka dhe njerë din të ketë edhe publikë ma, si me thamë, pak, edhe normalisht edhe bugjeti bjen atjere si institucion. Në Ministria e Kulturës çdo herë e jep një bugjet për cilët shfaqe, por si vjetë e provuan ato një bugjet, si thonë, të japin një shumë të teatrit turk, një shumë të teatrit shqiptar. Duke i ndarë. Po, duke i ndarë, pa i kontrolu për shfaqet, cëllë shfaqet, cëllën se i donë. Edhe duke që do të jetë pak ma letë për institucionet e teatrave, por për regjisorët atjere do të jetë pak ma fështirë, ma keqë, sepse atjere do të vinë ato momente ku sa regjisorin në sa institucionet ka me pas chansën të punoje. Por do të mundohemi me gjetë plus edhe sponsora, do të mundohemi edhe plus të arim atje ku duhet me shfaqe, po edhe normalisht edhe presim nga Ministria e Kulturës që të kemi edhe bugjete më të mëdha. Sigurisht edhe duhet të jenë në fakt bugjetet më të mëdha, sepse bëhet fjalë për kulturë dhe artë dhe për teatrin që nuk duhet asnjëherë të shuhet, por gjithnjë më shumë të ngrihet në këmbë. Duke qenë se jemi nga fundi, cili do të ishte mbase një mesazh edhe për publikun, edhe për të ardhur, mbase një thirrje për të ardhur për ta parë shfaqjen, sepse ja vlen sigurisht. Dua të them e janë në teatrin turk, sepse nuk është një teatr që është i fokusuar edhe është konvencionale, që fokusohet në për tema shumë si të them fjallën, të rënda, po na i folim krejt temat, folim për gjithë shka, i folim krejt gjuhet, nuk kemi të limitum, nuk kemi probleme politike të flasim vetëm një send, apo një tem, apo propaganda të bëjmë, është një institucion e qelë për të gjithë, pavarësisht se çfarë backgroundi, apo çfarë identiteti, apo etniciteti kanë. Shumë e vërtet në fakt nuk e dija e përmendëm që shfaqja të Verbrit është në disa gjuhë. Po, disa gjuhë. Kështu që kjo në fakt e bën edhe shumë interesante, mua më erdhi shumë interesant kur thatë që është në gjuhën turke, në gjuhën shqipe, në gjuhën maqedona, franceze, gjermane, angleze, domethënë ka të përziera krejt, kështu që kjo e bën edhe më interesante në fakt edhe për publikun ndërkombëtar, por edhe për publikun këtu tek ne, sepse jemi deri diku të përzier. Faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit Ftesë në studio, që ndat gjithë këto informacione edhe për shfaqjen, edhe për teatrin. Unë ju pres sigurisht edhe me shfaqje të tjera apo me suksese të tjera të na vini sërish në studio, kështu që ju faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit.